Vjen dikush edhe ka një telashe të mjeku, edhe tash mjeku, sidomos në privat ata, e këshyr dikon i cili ka të ardhura dhe e din gjendjen e tij ekonomike shumë të mirë, e këshyr me një buzëqeshje manëryshe atë tjetrin ja bën shërbimin e atij tjetër, por nuk e pret me të njëjtën pritje. Ose mësuesi, një nxënës i cili një babën e tjerë ose e din çfarë baba i vetë qet një drek ose një dark ndryshe. Çashtu edhe hoxha, kur shkon me një dekë te një filani fisteki, folë vellman më shumë ders dhe rrim agat. Te një tjetër rrim më shkurt ja bën ranin. Nëse kemi murue turp i vetës tonë, na çto s'ban me bë. Na duhet mi thon vetës tonë ka dal. Duhet më marrë pi vetës tonë. Unë jam një burr fisnik, që kam tutën Allahut Azza wa Jalla dhe kam dhënë besën Zotit Gjalleshanu që me gjithë se cilin kom koni drejt, i njëjtë. Po mund shkojnë në të rrim ma pak me një deke, atë pasunin kjo, atë fukaraja, atë shoku, atë që se nja, për arsye se kam një telashe tjetër, një punë tjetër që lidhet me Islam. Po mund të bëj doktori një, mos t'i buzëqesh se ka një telashe të caktuar tjetër, po jo ta bëj dallimin në bazë të interesit.